Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me si të veproni me anën e re në akrep. Këtë do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë në lidhje me si ndikon shtëpia e akrepit tek të gjithë shenjat tona, ashtu sikurse edhe energjia e tij. Ajo që ka rëndësi për të gjithë ne është në nafton që ne edhe me që është fillim, pra në re, do të thotë fillimet e reja, për të hedhur farën dhe atë farë që ne do të hedhim edhe do të korrim, ndryshe ne korrim atë që mbjellim. Ndërkohë është nafton që ne të reflektojmë, të lidhemi me veten tonë, pra të zgjedhim veten tonë, të lidhemi me shpirtin tonë, të dëgjojmë trupin tonë, të dëgjojmë nevojat e tij. Dhe në këtë rast që të gjithë bëhet fjalë për të reflektuar me veten tonë, që do të thotë të dorëzohemi. Pra, a jeni gati? Dhe kjo është që të gjithë ne jemi të ftuar që të hyjmë në brendësi, në thellësi, në brendësi të vetes tonë, në thellësi, dhe sidomos për sekretet tona, për ato që ne, që të gjithë ne e dim se çfarë mbajmë të fshehu, dhe kjo na bën që ne të mos jetojmë me vërtetësinë. Ndërkohë është duke hyrë në brendësi të trupit tonë, na tregon që të shikojmë çfarë rezistence është që ne mbajmë në trupin tonë. Na tregon që ne të jemi të vëmendshëm, të vëzhgojmë dhe të mos shqetësohemi, as të mos kritikojmë, as të mos gjykojmë. Thjesht vëzhgoni. Dhe mbi të gjitha bëhet që duke hyrë dhe duke parë të gjitha gjërat që në na i nxjerr në sipërfaqe, pra emocione të ndryshme, qofshin mund të vinë në hije mendore, qofshin në brendësi të trupit tonë, në fund të fundit i kemi në brendësi të trupit, bëhet fjalë që ne të mos i rezistojmë këtyre, pra të njohim me vërtetësi, dhe ne do të çlirohemi, dhe me të vërtet ne do të çlirohemi nga këto emocione që nuk na shërbejnë. Ndërkohë është që duke qenë se është tema e shenjës së akrepit, ka të bëjë me vdekjen, rilindjen, me tabut si seks, taksat, rreziqet e përbashkëta, pra të marrëdhënieve financiare, pra në lidhje me burimet financiare, ashtu sikurse edhe me të tjerat, jo vetëm me veten tuaj, por edhe me të tjerat. Në këtë rast puna juaj, sepse ne punojmë, apo kredi, apo hipotekë, taksa, çfarë kemi ne detyrime të tjera, pra në partneritet financiar. Është e vërtet që kjo mund të ndjeni shumë, ka të bëjë shumë me lidhjet tona gjenitale, sepse është shakra emocioneve, shakra sakrale, emocioneve dhe seksuale, pra mund të ndjeni probleme në lidhje me kanalet tuaja urinale. Le të fillojmë të flas në pjesën e parë në lidhje me energjinë pra me shtëpinë e akrepit. Është zona e seksit dhe zona e financave të përbashkëta. Çfarë bëhet fjalë? Sigurisht për parat tona dhe parat e të tjerëve, sepse kemi pra partneritet financiar. Ndërkohë është që kjo me atë se çfarë do të prisni ka të bëjë me pra mundësi për të filluar diçka të re, dhe në këtë rast në lidhje me seksin apo edhe me burimet tuaja financiare. Çfarë dëshiron? Që të gjithë ne dëshirojmë të kemi para, që të gjithë dëshirojmë që të kemi një seks të mirë, ashtu sikurse edhe të çlirohemi nga frika dhe nga dyshimet. Për këtë nëna ju fton, uluni me veten tuaj dhe arrini atë që duke u lidhur dhe duke heshtur, pra heshtja dhe lidhja me burimin ton, me shpirtin ton, është dhe burimi i fuqisë së energjisë tonë, sepse ne kemi të lidhur direkt.
Pra jemi të lidhur me burimin e energjisë direkt me zemrën tonë. Dhe sa më thellë ne të hyjmë, sa më shumë të hapim këtë zemër, aq më shumë ne do të arrim që të çlirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben dhe në të njëjtën kohë ne do të arrim të zbulojmë dhe dhuntin dhe talentet tona. Pra në këtë rast është që të gjithë të kuptoni që duke hyrë në thellësi të vetes tonë dhe me këtë shenjë të akrepit, imagjino çfarë do të bëje nëse kishe para, ke para, çfarë do të bëje me këto para? Dhe tjetra është imagjino dhe diçka të bazuar në lidhje me marrëdhënien tuaj intime seksuale. Ndërkohë, kjo na kujton që të gjithë ne duhet jemi të vëmendshëm në lidhje me situatën, meqense bëhet fjalë për parat, pra në financiare, të shikojmë situatën tonë financiare dhe t'i bëjmë pyetje vetes, a jemi të sigurt? Pra, si ndihemi me këto, si ndihemi në momentin, a jemi rehat, a jemi që paguajmë detyrimet tona në lidhje me faturat, çfarë ne kemi detyrime ndaj të tretëve, dhe nëse nuk ka siguri, çfarë mund të bëni? Ndërkohë mesazhi që ju tregon është që në lidhje me sigurinë financiare, ndoshta keni nevojë për ndihmë dhe sigurisht që ju e merrni ndihmën, ka njerëz që flasin në këtë, pra me njerëz profesionist, ashtu sikurse edhe mund të mësoni dhe vetë që të gjithë jeni unik, gjithsesi ndihma nuk mungon. Ndërkohë edhe nga ana e asaj që të pyesni në lidhje me marrëdhënien tuaj seksuale, si ndihet, si është seksi i thellë, i errët, i çuditshëm, dhe në qoftë se ka në këtë, pra ndjeni që diçka nuk shkon, edhe të filloni të, pra ju ndihmon që gjatë këtij muaji të nënës hën të bëni diçka. Para se të filloni të meditoni që të gjithë, është të përdorni këtë afirmim. Tani unë do të trajtoj të gjitha problemet e mia financiare. Ndërkohë, një ritual që ju kërkon në anë është hapi garderobin mrekulli, merr atë që ndihesh seksi dhe dil ku të kënaqet shpirti. Ndërkohë, mos harroni që të pyesni dhe veten tuaj në lidhje me rituali tjetër. Cili është roli juaj në këtë marrëdhënie? Pra qoftë nga ana e financave, qoftë nga ana seksuale. Bëj pyetje vetes si të krijosh intimitet emocional në marrëdhënie, ashtu sikurse çfarë kërkon nga marrëdhënia, nga një marrëdhënie që ju jeni, me këdo, me vete, me të tjerët, por edhe në partneritet, dhe ajo që është, cili është stili juaj i lidhjes. Pra çfarë, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se si keni lidhjet tuaja. Pra është ajo që të ulesh dhe t'i japësh përgjigje këtyre. Ndërkohë është çfarë të bëni, që të gjithë ne kemi, pra bëhet fjalë për partneritetin me të tjerët, dhe që të gjithë ndoshta keni marrë kredi, ndoshta paguani kredi, ndoshta hap një llogari dhe pra është që mund të veprohet për të hapur llogari depozuese të tjera. Ndoshta e dini që doni të ndaloni një kartë krediti që e shehni që nuk jeni më në gjendje ta paguani ose më tash, pra doni të shkëputeni, ashtu sikurse ndoshta doni të merrni një hipotekë, por shënim, kujdes, i shikoni pra interesin tuaj. Mundësit janë, por shikoni dhe interesin tuaj. Ndërkohë është jemi partnerin tuaj, me këdo, me veten ose me të tjerët, foli vetes, apo
apo partnerit tuaj romantik me kë keni lidhje, fjalë të mira dhe sigurisht dhe të krijoni mundësi të reja qoftë edhe nga ana pra seksuale dhe me seksin nuk ka të bëj vetëm nga ana fizike, por është ajo që të dish të sillesh. Sigurisht dhe fiziku nuk keni pse në qoftë se dëshiron dhe të krijosh një marrëdhënie me të vërtetë seksuale, është mirë të argëtoheni, por që të jetë me ndjeshmëri, pra të jetë e butë, të jetë ajo që me të vërtetë duke folur fjalë të mira të sjellshme edhe krijohet vetvetiu edhe kjo sepse është edhe ana seksuale. Ndërkohë, 3 afirmime do t'i bëni gjatë gjithë muajit dhe e para është unë jam i sigurt materialisht. E dyta, të gjitha nevojat e mia financiare janë përmbushur. Dhe e treta në lidhje, jeta ime seksuale është jashtëzakonisht e shëndetshme. Pra përdorini këto afirmime me qëllim që t'i dërgoni trurit tuaj atë që ju jeni gati për këto gjëra, pra në lidhje duke krijuar mendimet, fjalët tuaja. Duke qenë se kemi të bëjmë dhe lidhje me numerologjin, është numri 8. Numri 8 ka të bëjë me bollokun, me sigurinë financiare, me karmën, ashtu sikurse dhe me shpirtin tonë, me shpirtëror. Duke qenë se është ne që të gjithë, siç ne mbjellim ose ne korrim atë që mbjellim. Dhe në këtë rast, duke qenë se është shtëpia me temën e seksit dhe të marrëdhënieve financiare, është ju të jeni në gjendje që të shikoni në marrëdhëniet tuaja financiare me ato që ju keni lidhje, a janë të ndershme dhe të kujdeseni për to. Pra kanë dashuri qoftë edhe në marrëdhënie për shembull biznes apo në lidhje në përdorimin e parave të përbashkëta, qoftë edhe në familje të tjera. Pra kanë dëshmëri dhe të kujdeseni për to, ashtu sikurse nëse të pyesni veten, pra çfarë jeni të denjë për të bërë para, apo nuk jeni të denjë. Pra ky muaj ju kërkon këto. Ndërkohë, duke qenë se ne jemi të lidhur, pra në dimensionin e tretë janë emocionet në përgjithësinë si që njerëzore, duke qenë se i kemi vepruar me një anshmëri, ne kemi, sidomos gjeneraca ime, ne kemi energji të ulta në zorët e barkut. Pra rritja jonë ka qenë me lëndime, ka qenë në nivelin e ulët, nuk bëhet fjalë për kritik, nuk bëhet fjalë për gjykime, bëhet fjalë që duke kuptuar tani në këtë hënë që ne duke u lidhur me veten tonë, ne do të lirohemi dhe është në këtë rast Shakra në dimensionin e tretë është shakra sakrale, është poshtë kërpizës, është me ngjyrë portokalli dhe kjo shakër është shakra krijuese. Pra ne si dikur fëmijë çfarë kishim ne qef të bënim, çfarë ishte ajo që ne dëshironim dhe ndjenim që si fëmijë na pëlqente. Pra është shakë krijuese, është shakë ushqyese, është edukuese. Pra si jemi edukuar ne gjatë rritjes tonë, e me gjithatë të kuptoni një gjë, duke u lidhur pra me veten tonë dhe duke hyrë në brendësi, sa më tellë ne të hyjmë në brendësi, ne jo vetëm që do të lirojmë fëmirin tonë, sepse gjeneraca ime është e lënduar, është e tillë sepse ishte niveli ulët, ashtu e dinin prindrit tanë apo instanca në shkolle me tjera deri më sot, pra ka qenë niveli ulët i ndërgjegjësimit si pra të qenies tonë njerëzore dhe kemi qenë gjithmonë të një anshëm, pra vetëm me mendjen dhe pa e kuptuar atë që ne ndjenim, nuk dinim si t'i vepronim dhe tani kjo na fton që të gjithëve, sido që të jeni, që do të lidhemi në brendësi të vetes tonë. Dhe jo vetëm ne me të tjerët që ju e ndjeni që ndoshta jeni të liruar se kush ishit, por tani do të jeni edhe në veten tuaj në brendësi, me qëllim që të lirojnë fëmirin tonë të eshëm, dhe kjo është duke liruar fëmin nga mbytja që ne kemi, pra një pjesë nga të tjerë dhe një pjesë nga vetja jonë,
është që ne do të arrim që të lirojmë këtë fëmijë dhe aty është dhe talenti dhe dhuntia jonë. Dhe në këtë rast hapet dhe zemra dhe çdo gjë rrjet, pra kur ne zgjedhim të duam veten tonë, çdo gjë bie në vijë dhe vjen let, pra ne arrim që të krijojmë sa më shumë të hapet zemra, aq më shumë hijet e arresës dhe në këtë rast ju në chakrën e dimensionit 5 është me këtë chakrë në dimensionin e 3, pra me chakrën sakrale të emocioneve dhe seksuale, imagjinojmë një disk në ngjyrë portokalli që rrotullohet në brendësi kur meditoni, që rrotullohet në brendësi të trupit tuaj nga poshtë kërtizës deri në pra ka lidhje midis kërtizës dhe këmbëve tona. Dhe kjo është pas sapi, sipas asaj që ju jeni do të arrini edhe në lirimin e kësaj chakre krijuese, se kjo chakre është tërheqëse, është familja jonë e ershëm, sepse kemi qenë me ndjenjë. Dhe këtë ndjenjë, pavarësisht se si ne arritëm në jetën tonë, krijuam dhe vetëne një lloj pasigurie, një lloj që nuk ishim besim, humbëm besimin dhe në këtë rast lindi dhe kontrolli, që ishte baza e frikës. Ne si fëmijë nuk dinim si ti trajtonim këtë gjëra në atë kohë, dhe detyrimisht krijuam këtë mbrojtjen e vetës me të drejtë, por tani nuk bëhet fjalë që ne do të gjykojmë fëmijën tonë, ne thjesht do të pranojmë emocionet që na dalin në sipërfaqe, se na ndihmon energjia hyjnore e universit e afatit kohor, çdo lloj gjëje që ne ndjejmë në trupin tonë, që janë simptomat fizike, ne ti pranojmë se po punojmë për ne. Pra sa më pak frikë, më shumë dashuri vjen. Pra hapet zemra. Ndërkohë është në nivelin e chakra i dimensionit 5, pra i rritjes tonë të lartë, është e një energjit, zemra është neutrale, është astrale, është në mes, këtu është misioni dhe drejtimi jetës tonë, ne kemi që të gjithë, dhe pjesa e sipër ka të bëjë me komunikimin tonë, ka të bëjë me një syrin e tretë, jo me sytë që ne pra për të parë, por në brendësi është syri i tretë i mençurisë impretësisë dhe ndërkohë edhe lidhemi me kurorën, pra me universin, me energjinë e universit, dhe mbi të gjitha të kuptoni që kjo është një chakër që ku ne kemi bërë shumë punë dhe zemra hapet, ka të bëjë me atë që është që na ndihmon që përmes hijeve të arresës që ne kemi kaluar, pra të jetës, edhe në jetët e parë, po edhe mbas rritjes tonë nga fëmijë deri më sot, është që ne duke njohur pavërtetësinë e gjërave apo dhe duke njohur dhe frikën, pra në këtë rast është që ne do të lirohemi pra nga këto frika dhe pavërtetësia e jetës. Dhe kjo na bën që ne të hapim zemrën dhe detyrimisht sa më shumë hapet zemra, aq më shumë janë dhe hijet, pra vellot, hijet e arresës na çlirohen dhe kjo na hap hapësirë për të futur gjëra të reja. Ndërkohë kjo chakër ta kuptoni që është kristalore, është me ngjyrë jeshile, është e zbetë dhe ka të bëjë me atë që duke punuar me këtë chakër gjatë gjithë këtij muaji, sepse është ky muaj dhe nëse ju nuk punoni me këtë, pra të hiqni, të jeni gati për të liruar nga frika, nga pavërtetësitë që ne kemi krijuar vetë, pra sekretet tona, sigurisht që ju e bllokoni, prandaj pra mund të prisni kur vjen ajre në akrep. Pra do të vazhdoj procesi juaj. Prandaj ajo që kërkohet është që të punoni këtë muaj për ato që ju ndihmon, që ju nxjerr, dhe ju e dini që të gjithë kush është dyshimi, kush është frika juaj, ajo është që është me të vërtetë që të punoni, pra. Dhe kjo është që nëse ne arrim të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, pra që na jep frikën apo dyshimet apo shqetësimet e të tjera, ne do të jemi në gjendje që edhe pse jetojmë në këtë realitet të dimensionit të tretë, ne jemi në gjendje që të jetojmë me të vërtetë
me trupin tonë të ndriçuar, trup elektrik, trup energji, se energjia femërore të rreq. Dhe atë që ne të rreqim edhe është një mrekulli, pra gjërat na vinë me lehtësi. Ndërkohë është për të gjithë ju që keni nevojë për të çliruar nga energjitë e ulta, pra xhelozia, apo fiksimi, apo varësia, apo frika e të tjera, pra energji të ulta, ju do të rrisni për ndihmë dhe kryengjëllin Jeremiel. Dhe ky kryengjëll na ndihmon që të gjithëve, dhe është që do të thotë që të gjithë ne do të lidhemi me veten tonë në brendësi për të reflektuar dhe ju ndihmon sidomos ju shpirtra të vdekur, për që do të thotë që ju me të vërtet e ndjeni tani që e kaluara nuk ju ndikon dhe tani do të hyni në brendësi me qëllim që të lidheni, të reflektoni me të kaluarën tuaj për të marrë mësimet, pra për të mësuar nga të metat dhe ndërkohë edhe të marrim të mira, sepse në brendësi të këtij trupi, siç tregova shakrën e dytë, pra shakra sakrale, emocioneve dhe seksuale, është dhe fëmijëria jonë, aty është talenti. Dhe në këtë rast, kryengjëlli Jeremiel nuk ka frikë dhe nëse ju jeni gati, pra në këtë rast, nëse ju jeni gati, nuk ju detyron njeri, as Diana nuk ju detyron. Unë qej sepse i kam të gjithë kryengjëllit në shpirt, i kam në çdo qelisë të trupit, çdo shenjë të hënave të plota, të hënave, pra të reja dhe të plota, i kam kaluar, por ndërkohë edhe është edhe një shenjë tjetër midis akrepit dhe shigetarit, quhet ndryshe hëna e 13 që vjen, është e vërtet, por që nuk flitet shumë, dhe kjo është, janë këto kryengjëjt e mrekullueshëm që na ndihmojnë, dhe në këtë rast edhe Jeremiel. Gjithsesi të kuptoni që bëhet reflektimi pra me lidhje me të kaluarën tonë, ne me të tjerët dhe ne me veten tonë, për veprimet dhe për gjërat që ne kemi pat kontakt në këto marrje, pra sepse misioni i shpirtit është ndihmë, është mësim, është dhe krijim, dhe faktikisht nuk ka rëndësi se ku jemi tani, por nëse ju kërkoni ndihmë, do t'ju ndihmoj. Është e vërtetë që nuk është e thënë që ju duhet të vdisni patjetër për kur të shpirta të vdekur, por edhe ju mrekulli që jeni, pra që jetojmë këtu, jemi të gjallë, është të filloni nga ky moment tani, çfarë të shqetëson, çfarë të mban ty, kush të frikson, çfarë dyshime shke të tjera, pra na ndihmon, vetëm tash dhe njerë, a jeni gati. Ndërkohë, çfarë kupton, që ta kuptoni, Jeremiel është hiri i Zotit, është që merr mësimet me të vërtet direkt nga Zoti, nga energjia universale, pra Zoti, burimi i energji, shpirti, fuqia, sepse është sa më thellë të hyjmë në shpirt, sa më shumë të hapim zemrën, e kemi lidhjen direkte, dhe ndërkohë është që të gjithë na ndihmoni për ju që keni vështirësi, pra që keni nevojë, pra keni vështirësi në lidhje me jetën tuaj, për një pjesë nga ju që keni ide apo vizion apo ëndrat tuaja e të tjera, ju ndihmon, pra që keni nevojë për ndihmë, është që jep mësime shpirtërore, mësimet me të vërtet, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që të jetojmë me vërtetësi, ashtu sikurse dhe jep shpresë për të gjithë njerëzimin, dhe kjo është kush ka nevojë dhe kush i pranon ndryshimet, sigurisht që të ecni me jetën, me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike në frekuencë të lartë edhe në drejtshmëri, sepse universi drejton energjinë dhe energjia është gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në këtë glob, në planetin tonë, dhe në këtë rast jemi dhe ne si qenie njerëzore. Pra na ndihmon dhe në këtë, për të gjithë ju, sipas asaj që ju keni nevojë, le të themi që keni nevojë për t'u liruar nga frika, nga varësitë, nga mendimet që nuk ju bëjnë ju të ndjeni mirë, të rrisni kryengjëllin Jeremiel, ndizni një qiri, të rrisni emrin e tij dhe filloni të përdorini gjithë muajin derisa të vi hëna e re në shigjetar. Dhe tani, mas një muaj, dhe tani çfarë do të veproni?
është i dashur kryengjët i Jeremiel. Ju lutem, më ndihmoni që gjatë këtij muaji, ndërsa jam duke vepruar me veten time, me reflektimin tim në brendësi të shpirtit, për të liruar nga frika, nga varësitë dhe nga mendimet që kam krijuar me veten time dhe me të tjerët, me qëllim që me udhëzimin dhe me energjinë tuaj të arri në veten time të lartë. Faleminderit. Ndërsa për ju që keni një vizion, keni arritur, keni bërë, pra ndjeni veten tuaj që jeni në një nivel të lartë, dhe ndoshta ndjeni tani që doni të realizoni ëndrat tuaj apo vizionin tuaj largpamës për ato ide frymëzim që ju keni, atëre ju do të thrisni për ndihmë i dashur kryengjë i Jeremiel. Ju lutem me energjinë tuaj të pastër të më ndihmoni që të hap zemrën dhe mendjen time, të besoj në intuitën që marr nga ju dhe nga vetja ime, me qëllim që të shkëputem nga frika dhe nga dyshimet që më vinë në moment, me qëllim që të arrij edhe unë në vazhdim të udhëtimit shpirtëror me ndryshim dhe me rritje. Faleminderit. Pra, nëse ju keni këto probleme, duke përdorur këtë mantër, ju dërgoni mesazh që ju jeni gati për të liruar nga ajo që të pengon ty, që do të manifestosh dhe në këtë rast është frika, dhe del frika, del dhe dyshimi, dhe ju ndihmoheni, ju nuk jeni vetëm qëndroni, vëzhgoni, jeni të vëmendshëm, do të thotë, sa më shumë të lidheni me shpirtin, ju jetoni në momentin tani. Kjo është fuqia e energjisë. Energjia është, do ta vazhdojmë mos më zgjatem videon. Tjetër, unë do t'ju tregoj, nuk e di, kam një, ndoshta e shikoni, unë do t'ju tregoj që ta dini, ju mund ta shikoni ashtu, sikurse edhe unë dhe në Google, ndërkohë është t'ju jap një pamje që ta dini se kush është kryengjëlli. Pra, Jeremiel shpesh ka një, e shikoni, pra një kryengjëll i cili është i rrethuar me ngjyrat e ylberit dhe midis të tjerave është edhe kjo energji e pastër e mençurisë së mësimeve të universit të nivelit të lartë, pra të hirit, se i shërben pra plot fuqisë minore dhe e mirë direkt këtë lidhje, dhe në këtë rast është i lidhur me energjinë universale, për të cilën na ndihmon që të gjithë, dhe ka të bëjë me atë që janë mësimet me të vërtet që krijesa ka krijuar që të gjithë ne me këtë zemër, dhe kjo zemër ka misionin dhe drejtimin e jetës. Ne jemi unik, dhe në këtë rast ka të bëjë që është ditëlindja jonë. Çdo gjë ka lidhje, çdo gjë është e lidhur. Prandaj është ajo që heshtja dhe lidhja me shpirtin ton është fuqia e energjisë, është burimi i energjisë, është ajo që ne do të hapim zemrën. Ndërkohë është, po këtu ku jam, do t'ju tregoj dhe Perëndesha Kali. Perëndesha Kali është që na ndihmon në lidhje me shkëputje nga frika. Për arsye, dhe në këtë rast, dhe në këtë rast bëhet fjalë, pra ndoshta i shihni që ka hapur krahët e veta, gjithë këto është, pra tregon diçka si të frikshme, dhe këto janë kafkat apo ato energjitë e ulta për të cilën, pra me shekuj ne i kemi marrë me vete, por gjithsesi është ajo që është punuar me të një anshë, ndërkohë që energjia e trupit ton është e krijuar me dy mekanizma, mendja edhe shpirti. Pra ne nuk mund të rrimë më me mendje, sepse mendja është ajo që ka krijuar, është e fiksuar dhe ka krijuar kontrollin. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që kjo perëndesh është hinduizmi, pra në kulturën e hinduizmit,
dhe na ndihmon ne që ne të lirohemi, pra të lirohemi nga energjitë e ulta, pra na ndihmon dhe me karmën tonë. Ndërkohë është gjithçka që ka të bëj akrepi, karma e vjetër është me të vërtet akrepi, dhe sidomos karma e vjetër na sjell dhimbje. Për këtë unë nuk mund të gënjej, ka dhimbje, por gjithsesi ne ndihmohemi dhe qëndrimi i saj që pat pra si në ato kafkat e si e frikshme, është që pavarësisht se tregon pra diçka të frikshme, është që na ndihmon ne për të liruar nga frika. Personalisht unë nuk kam gjë me këtë perëndesh, sepse mund të kenë shumë nga ju që jeni të lidhur me, pra dëgjoni ose bëni edhe me kulturat e pra të ndryshme, por gjithsesi unë personalisht jam neutrale për të, nuk gjykoj, nuk kritikoj, pra atë kohë ishte mirë, ndërsa tani unë rezervoj shumë perëndesha, por jo me të gjithë, dhe në këtë rast në lidhje me perëndeshën Kali, unë ju ndihmoj ju që të lirojni nga frika, sepse jam liruar vetë, por unë nuk detyroj njeri dhe unë nuk gjykoj dhe nuk kritikoj. Në fund të fundit çfarë do lloj që ne kemi krijuar ishte niveli i ulët i ndërgjegjësimit, pra ishte roli viktim, dhe ne do ta lëm atje në kohën e vet, dhe tani do të ecim me energjinë e re të afatit kohor të ri, për të cilën që të gjithë ne pyesim veten, a është koha tani për të patur frikë? Sigurisht unë kam bërë shumë video dhe i kam pyetur, a keni frikë tani? Dhe përgjigja është ju nuk keni frikë sepse ju jeni të lidhur me veten tuaj. Por pse ndodh kjo? Sepse ju jeni të lidhur direkt me shpirtin tuaj dhe ju po merrni informacionin e vërtet, atë që ushqen shpirtin. Pra në këtë rast është ka informacion, ka akoma energjia është aq e smadhuar, sepse realiteti jon është pra toka më është ndarë në dy realitete, në njërin krah janë frekuencat e larta të dritës të dashurisë pa kushte, që japin me të vërtet mençurinë e mësimeve direkt të universit, dhe në këtë rast siç u thash dhe kryeangjëllin Jeremiel, por edhe ndërkohë është me të vërtet që drita fiton mbi errësirën. Dhe një gjë të dini, gjatë gjeneraca me gjeneracë ne kemi ecur, kështu është që do ta tregoj në transformimin e vazhdueshëm të energjisë, nga drita në errësirë, nga errësira në dritë. Dhe në jetën kështu e kemi patur. Herë ka qenë me dritë, pa krute me dritë, kënaqësi, mirësi, atë që ndjetë e shpirt. Herë edhe jemi zhytur, pra herë jemi ngritur, herë jemi ulur. Këto gjëra ekzistojnë, edhe është fakti thjesht, ka ditë ka natë, pa hyrë më që se kam dhënë shumë video. Ndërkohë është që ligji i universit është me të vërtet transformimi i vazhdueshëm, pra ka të bëjë me atë që është që na ndihmon ne në lidhje me fuqinë tonë, dhe në këtë rast është që duke qenë se energjia nuk shkatërrohet dhe nuk mund të rrim me energji të fiksuar, pra çdo gjë që kaloj do ta lëm atje, ne do të vazhdojmë me të ren, nuk mund të ndërtohet diçka e re në themelit të vjetra, por ashtu sikurse ne nuk mund të rrim me energji të rënuar, të ulët, apo me sëmundje, apo më të thash, duke përdorur vetëm një anshmërinë në këtë rast, qëllimin, por jeta nuk është vetëm për të luftuar qëllimin, jeta është kush është shkaku që ne kemi të bllokuar energjinë. Dhe në këtë rast është që ne, pra ligji i universit është transformimi i vazhdueshëm për të arritur në fuqinë tonë, dhe në këtë rast për veten tonë, ne do të vazhdojmë hap pas hapi duke u lidhur me veten tonë, direkt në brendësi të shpirtit tonë, me veten tonë të qëndrojmë çdo, është higjiena e shpirtit, është një lloj si higjiena që ne japim trupit fizik, që kujdesemi nga pamja e jashtme, pra në lidhje me gojen, në lidhje me dushin, në lidhje me çfarë ne bëjmë tualet, dhe nuk ka asgjë gabim, sepse ne do t'i sjellim të gjitha në harmoni. Por në këtë rast bëhet fjalë që
na ndihmon për të kapërcyer frikën, për të kapërcyer besimet, për të cilat na mbajnë të kufizuar, na mbajnë të bllokuar, dhe ndërkohë edhe mendimet që nuk na shërbejnë. Dhe të gjitha këto, siç tregova, me higjienën e shpirtit, pra meditime të ndryshme, janë të formave të ndryshme, lëvizja e trupit, sidomos yoga, që ka fuqi sepse është dhe përdorimi i frymëmarrjes, ashtu sikurse edhe më vete frymëmarrja, muzikë, dëgjimin e muzikës së shpirtit ditar, po ashtu në lidhje me mendimet tona, për të arritur në vetë besim, në vetë konfidencë, afirmime të ndryshme, poime, sigurisht lutje nga më të ndryshme, po të jeni të sigurt që kjo është që ne do të arrim vazhdimisht nga drita në errësirë, nga errësira në dritë, sipas asaj që ne jemi. Të kuptoni një gjë, kur ne arrim në veten tonë të lartë, kjo nuk do të thotë që ne mbaruam, ne mbyllëm një derë, po shpirti vazhdon kërkon rritje, zhvillim, sepse është transformimi i energjisë. Energjia është që nuk është e fiksuar, është që lëviz çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë e radhë. Ndërkohë është që rrezja qiellore ka të bëjë me atë që është rrezë me numër 8, më falni, dhe është ngjyrë jeshile dhe drejtohet nga mrekullia e mençurisë me emrin Nada. Është një mrekulli, unë e quaj dhe veten me të vërtet në këtë rast jo Nada, po Dana, sepse më kanë thirrur shumë fëmijë në kohën e familjes time, isha udhëheqës i tyre, sigurisht në atë kohë të kohës tonë ne loznim, unë kam pas një shkumbin afër, edhe ne loznim, mblidhnim gura, dhe gurat ishte dhe një mrekulli, ne kemi pas një ndjeshmëri me ato figurat e shenjave, luan ose çfarë dilni në atë kohë që ne i shihnim atë imagjinatën tonë me ndjeshmërinë tonë. Po kështu edhe shkopinje tjera, edhe ne kështu i krijonim lojrat, pra si fëmijë, dhe kjo është edhe vizioni im lartpamës, prandaj jam dhe shpirti më solli këtu me këtë mision komunikues dhe për të ndihmuar njerëzit, se kështu kam qenë dhe fëmijë, dhe në këtë rast dhe fëmijët me të rrisnin shkurt. Jo Diana, po Dana, edhe në kjo mrekulli, që në përgjithësi e quajnë zonja Nada, zonja është etiketimi i mendjes, mua nuk e largoj veten, është një mençuri, një grua me emrin Nada, që do të thotë është e lirë, e pavarur, që na ndihmon që të shkëputemi nga çdo lloj sekreti që ne mbajmë, sepse sekreti është pavërtetësi, dhe nëse ne mbajmë pavërtetësi në brendësi të vetes tonë, ne kur nuk mund të arrijmë në veten tonë të lartë. Dhe në këtë rast, kjo është që ne na ndihmon që duke u shkëputur nga këto, ne do të lidhemi. Kjo rrezë 8 ka lidhje me rrezë 4 stabilitet, me rrezë 7 që do të thotë pra lidhja me shpirtin, me burimin e fuqisë, energjisë, dhe numri 5 liri, pavarësi për të jetuar jetën ashtu si krijesa e ka krijuar, duke dhënë numrin 8 që do të thotë bollëk, pra gjitha këto do të arrijmë me stabilitet, duke dëgjuar shpirtin dhe rritjen tonë shpirtërore, dhe duke ndjekur edhe atë lirin, pavarësinë tonë, duke krijuar një armoni midis asaj që ne dëshirojmë dhe midis jetës ku ne jetojmë. Atëherë do të jetë me lidhje me numrin 8, që do të thotë ne kemi arritur në bollëk, dhe bollëkun mos e shihni vetëm nga ana financiare, por të jeni të sigurt që ky bollok i paqes së brendshme apasapi do të na dërgoj edhe në bollokun ton financiar, sepse ne të rreqim. Pra ne nuk shqetësohemi, por ne jemi magnet. Pra ne nuk ngjitemi rezultatit, ne ecim rrjedhshëm me jetën, me lidhjen tonë universale, dhe kjo është mrekullia që ju do të arrini në këtë kohë, sido që të jeni, nëse ju shkëputeni nga sekretet tuaja, pra çdo gjë që nuk ju shërben më, çfarëdo lloj që të jetë varësi apo persona, po çfarëdo lloj që të jetë, që të gjithë jeni unik. Dhe kjo është që quhet ndryshe dhe nuanca e dritës, pra ju jeni ndriçuar.
Të gjithë të kuptoni që ajo që ka kjo reze është me ngjyrë jeshile, pra dhe gjithsesi që të gjithë me kush e pranon dhe ndjek shpirtin dhe ndjek që doni të ndiqni, shpirti kërkon, mbyllet një derë, ndoshta e keni arritur se kush jeni dhe ndoshta doni të dini se kush do të bëheni, por të jeni të sigurt që ju ndihmojeni, kur nuk jeni vetëm, dhe që të gjithë ju që e keni këtë energji që kërkoni të jeni të hapur në univers, e ndjeni që doni të krijoni botën e qytetarisë, e ndjeni që doni të ndihmoni njerëzit në rritjen e qenies, pra të evaluimit të qenies tonë njerëzore, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetë, bekojni veten tuaj, sepse është jeta më e bukur që auroj që të gjithë dhe i kanë bekuar në të gjithë globin tonë, duke dërguar dritë, dashuri dhe bolla për të gjithë dhe për gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm. Dhe në lidhje me energjinë do të flas pak shpejt, sepse unë kam bërë një video përpara se si është energjia e akrepit, por të kuptoni që akrepi ka energji seksuale, prandaj është dhe shenja mistike, është që anët e errta të tij i pranon. Ai nuk ka frikë nga, pra energjia e akrepit nuk ka frikë nga drita, i pranon anët e errta dhe në këtë rast edhe në lidhje me seksin është që e bën me epsh qesh, pra e bën nuk ka turp. Ndërkohë për të gjithë ju për të patur një seks, pra energjinë, për të përdorur energjinë e kemi që të gjithë të akrepit, kujdes, na është thënë që seksi është i ndyrë, në asnjë mënyrë, seksi është bukuria e jetës, por ka të bëjë me atë se si ndjehemi ne, dhe ku ne kemi të liruar këtë fëmijë, ne jemi me të vërtet edhe energjia seksuale është e lirë, është e mrekullueshme për ta jetuar, dhe nuk ka të bëjë vetëm me prekje financiare, pra në lidhje me seksin, është e përgjithshme, është një energji që ndjehet në çdo qelistë të trumurën që trupi, se jam e lidhur me këtë energji. Tjetër, të investoni energjinë tuaj në mënyrë të, pra t'jeni të me ndëshmëri dhe të kujdesshëm, dhe në këtë rast me mençuri. Ne kemi lidhje me detyrimet që kemi, qiraja apo sipas asaj që jetoni, pra në lidhje me partneritetin financiar, është rroga jon, pra ne me të tjerët, rroga apo borxhe, apo kredi, apo hipotek, apo testament, apo trashëgimie të tjera, gjithsesi të gjitha këto janë që kanë të bëjnë me pasurinë, pra me sigurinë financiare, por ajo që kërkohet është që të krijohet, kjo ju ndihmon që të krijoni një siguri, lidhje të ndershme, pra të shikoni vërtetësinë e këtyre, po kështu edhe në lidhje me, pra kjo ju ndihmon në këtë rast në anën e re që të shikoni situatën tuaj dhe të krijoni lidhje me ndershmëri, me vërtetësi, me atë që të jeni të sigurt në këtë drejtim. Ndërkohë është që të krijoni paqe të brendshme me veten tuaj. Pse? Sepse energjia e akrepit ka dy shenja, ka atë energji, ka energji të ulë si çdo shenjë. Ka që është zotërues, është pra posesiv, është xhelos. Kujdes, ndoshta e keni dhe ju këtë lufta për pushtet, pra shifini në marrëdhëniet tuaja dhe mos, pra nëse e keni këtë, hyni, pranojini, mos i refuzoni, mos i shtypni, me qëllim që ti nxirni, pra të lirojni dhe sidomos ju ndihmojni, dhe kjo është që ju bën që me të vërtet nuk mund të them që është e lehtë, por të kuptoni që është me të vërtet që ju kërkon të lirojni, pra nga xhelozia apo nga varësia, frika që ju keni, dhe vetmja kjo mënyrë është që duke jetuar me vërtetësi, ne do të arrijmë të krijojmë marrëdhënie me njëri tjetrin, kudo në çdo aspekt të jetës, në mënyrë të ndershme. Po ashtu të merrni frymë në ç'kuptim ka të bëjë me atë që të gjithë mund të jeni të fiksuar
ndaj një personi apo në seksin tuaj jeni të vëmendshëm, nuk jeni pse jeni të observuar, nuk jeni pse jeni të fiksuar, merrni frymë thellë dhe shqipini këto gjëra me vërtetësi, pra ku është situata juaj, dhe ndërkohë është që të jeni me të vërtet, nuk jeni pse jeni të fiksuar, qof nga seksi, qof nga dikush varësie tjera, por me brëndësin tuaj të pyesni zemrën tuaj nëse këto gjëra i keni dhe të krijoni marrëdhënie me të vërtet ndeshme me vete dhe me të tjerat dhe të jeni të butë qoftë nga ana seksuale dhe të arrini me të vërtet edhe në lidhje me seksin tuaj një formë që është e përshtatshme për marrëdhënien tuaj kudo që të jeni. Ndërkohë është që ne do të lëmë ankesat, ne do të lëmë të gjitha bagazhet e vjetra për të cilat është me të vërtet që janë ato karma e vjetër, bagazhet e vjetra që na i tregojnë, na kanë bllokuar energjinë dhe këto është që ne ankohemi. Dhe sa më shumë ne ankohemi, ato të rreqin, prandaj jini të vëmendshëm që kjo ju kërkon, jini të vëmendshëm. Kush ju bën ju që të dyshoni? Kush ju bën ju që keni frikë? Dhe në këtë rast të shihni fajin, të shihni hakmarrjen, të shihni xhelozin, pra të shihni çdo gjë të energjive të ulta që ju shqetësojnë ju dhe pa përjashtuar edhe mendimet tuaja. Këto janë karme vjetër dhe akrepi ka të bëjë me karmën e vjetër. Prandaj ne do të shlirohemi, akrepi është që pickon. Prandaj ne do të shlirohemi nga karma e vjetër me qëllim që të arrim të lidhemi me veten tonë të lartë, pra të lëm ankesat dhe kjo do të na bëjë që me këtë pra anë të re të akrepit ju do të liroheni. Prandaj mos rezistoni me qëllim se nëse ju i rezistoni tani çfarë ju sjell shpirti, ju do të prisni anën e re. Mbas një viti të akrepit mësoni një gjë, nëse ju jitni farën tani për atë që ju pengon, ju dyshon ju, mbas 6 muajsh ju do të ndihmohen ai plot që ju të zgjidhni atë çfarë ju hodhet parë. Pra ne korrim atë që mbjellim. Çfarë do të korrësh që të arrish? Ose më saktë, çfarë do të mbjellësh me këtë anë që të korrësh mbas 6 muajsh atë që ju dëshironi? Dhe sigurisht unë do ta mbyll këtë video, ju kur nuk jeni vetëm, lidhuni me shpirtin tuaj, se duke u lidhur në brendësi të shpirtit tuaj, sa më shumë të hapni zemrën, aq më shumë do të keni edhe një mendje të qartë. Dhe ju jeni të lidhur direkt me energjinë universale dhe duke vepruar në çdo anë të plot, por dhe në këtë anë, ju hap pas hapi jeni në bukurinë e jetës tuaj, të jetës së vërtet, kush ju jeni në të vërtet. Këtë kërkon shpirti jonë dhe prandaj ju solli këtu. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.